Doroj hoxhë, të ne shpesher ekziston ajo dilema. Sot isha duke bisedu me një haxhi, i cili thot Islami krijet mirë vetëm për gruan, për gjinin femrore, thot, shumë e ka keq trajtu gjatë historisë. Më thash, o haxhi, nuk është kjo puna e Islamit, kjo është puna e muslimanëve, se nuk është e barabart një veprim që e bën muslimani, nuk është ajo që e rekomandon Islami. Nga pikpamja islame ka ardhur koha që njerëzve t'ju tregojmë një herë për gjithmonë se Islami nuk është kundër arsimit të gruas. A është ashtu hoxh? Se ato shpesh na akuzojnë ju i pengoni vajzat nga mësimi, nga studimi. E kaluara flet ndrysha që dikush tenton t'janë vesh. Ato është një agent e cila don që ta zbe ndikimin e Islamit në qenjen njerëzore, flas në nivel global, dhe ana tjetër është ajo, ana tjetër e medaljes është se kur e shohim ne se kemi nënën e muslimanëve, Aisha radiallahu anha, që mos gabofsha pejgamberi alayhis salam ka thënë se pas meje nëse nuk do të kishte dikush e keni për referencë, për dituri e keni Aishën. Aisha ishte një femër e cila diturin me siguri e mur nga pejgamberi alayhis salam, sikur të ishte ndaluar pejgamberi nuk do t'ja përcjellte diturin. Pastaj kemi një pjesë të madhe të femrave të asaj kohe të cilët u pajisen me njohuritë e kohës. Mandej kemi ne, nëse dikush mendon se femra në Islam nuk ka pat atë rolin edhe të mbështetësit të dijes, diturisë, e kemi themeluesen e universitetit të parë botëror që është në Maroko në Fes, është princesha Fatime, e cila me motrën e saj, që ai universitet akoma funksionon, kur Europa asaj kohë jetonte një terr të papar, kur fatkeqësisht femrat e Europës nuk llogariteshin për antar të familjes. Qenje njerëzore nuk janë llogaritë. Ndërsa nga ana tjetër në botën islame lulëzonte autoriteti, pikërisht Islami është ai i cili ja vendoi në vendin e merituar qenjen që është grua, pra femër. Dhe komplet në mësimet fetare që i shohëm, Zoti nuk dallon mashkullin nga femra. Pejgamberi alayhis salam ka thënë është obligim marrja e diturisë si për mashkullin si për femrën. Pra e ka bë obligim. Nuk e ka ndajt nga se e ka ditë se roli i femrës në familje është shumë i madh. Dhe pikërisht nënat tona ndoshta diploma nuk kanë pat, por për kohën, për diturinë, e cila dituri ka qenë nevojshme, për dituritë e kohës që kanë qenë të nevojshme, vërtet i kemi pat krejt akademike, të cilat kanë ditë ta mbrojnë familjen, ta mbrojnë shtëpinë dhe të edukojnë fëmijë, të cilët fëmijë pastaj nga dashuria e madhe që kanë pat për vatanin dhe për dinin, kanë marrë pushkën dhe kanë rrahë dhe dëshmor. Pikërisht ato nëna i kanë përkun në gjep duke ju kënduar dhe duke ja mbjellur dashurin për fen, dhe pikërisht janë pikërisht ato nëna të cilat e patën atë dijen e kohës për të qenë në shërbim pra të kauzës tonë, edhe fetare por edhe asaj kombëtare. Pra, Islami ashtu si që e obligon mashkullin që ai të ketë njohurit, të pajiset me dituri, ato obligime janë gjithashtu edhe për gjirin febrare. Edhe ai ajeti ku Allah xhashan thot, nuk janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë, i përfshin edhe gjinin febrare. Po nuk i ka cek se vetëm për burrat është kjo, po thjesht është të diturit janë edhe gjinia mashkullore edhe femrore dhe nuk janë të barabartë me ata të cilët nuk dinë. Në shkencën e hadithit ka kapitull të veçantë i cili flet për gratë që i kanë transmetuar hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kanë pas gratë tek të cilët kanë shkuar imam të mëdhenj
sikur Imam Maliku, Imam Yahya ibn Ma'ini, që kanë mësuar hadithe për atyre grave që i kanë transmetuar ato hadithe, ndoshta nuk ishte kanë mundshme me arrit diçka tek ne përpost nëpërmjet transmetimeve që i kanë bërë ata. A tjetër është nëse keq kuptohet feja edhe muslimanët kur ata kërkojnë kushte. Se kushtet janë diçka tjetër kur flasim. Obligueshmëria se gjithë duhet musliman, pra ata të cilët i takojnë fesë islame duhet të pajisen me detyrë, është e barabartë për krejt. Por pastaj kërkohen kushte të cilat duhet të plotësohen dhe duhet të jenë pjesë përbërëse e asaj që do të thotë zinxhirit, pra të funksionimit të institucioneve të cilat i edukojnë. Përderisa nuk është e bukur të shifet fjala vjen në një meç ku boks të shohim një burrë dhe një grua dale me një arsemi se kjo nuk është normale, se burri me burrin, gruaja me gruan, më kupton? Po feja luajti rol gjithashtu edhe në kohën tonë moderne, të kohës sonë që konkretisht unë 2 motrat e mia, e madhja minjer me aktin e themelimit është në gjeneratën e parë të studenteve, e cila edhe pse ka qenë e paragjykuar në atë kohë, se ka qenë nxënëse që ka përfunduar medresen, pak ka filluar në Sarajev, pastaj e vazhdon këtu në Shkup, dhe ka qenë me mbulesë dhe një profesor edhe ka paragjykuar pse do të thotë e ka bullizuar shkaku i mbulesës, dhe për një kohë të shkurt me punën që tregon, me aktivitetet që i bën, tha ju drejtoja aty në vajzave të tjera Arifes, se motra e ka patë në Arifes, ta t'ja marrëm shamin dhe t'ja vëndojmë ty në tjerave se këto s'kan kohë duke u reguluar në pasqyre, harojnë mësojnë, nërsa Arifja me shami s'ka kohë këtë humbje, prandaj edhe i arrin në kohë ti kryej edhe detyrat dhe obligimet që i ka. Pra, Islami kërkon që nëna të jetë edukuar, dhe prindi edukuar edukon edhe brezin e ri. Prandaj ka pesh pra një nënë edukuar në Islam. Ata na akuzojnë që ju muslimanët i pengojni gratë nga mësimi, ndërsa në realitet nëse shikojmë, kush janë ato që i pengojnë vajzat me shamime u shkollu? Janë pikërisht ata të cilët thrasin që gjeneratat e reja duhet të arsimon, duhet të përparojnë, edhe na thrasin me lloj-lloj emrash, janë disa gazetarë në Kosovë, që nuk dua se emrin apo përmend, por aq janë të lajthitur nga mendimet, saqë nuk e kuptojnë se shamia nuk e pengon një vajzë nga mësimi. Edhe nëse shamia është diçka që e vetë ka zgjedh, nuk ja ka imponu askush, se në Islam nuk ka imponim. Atëherë pse ti me e pengu nga arsimi? Unë habitë me këto pseudo gazetar edhe pseudo disa intelektual, të cilët veprimet që i kanë nuk tregojnë se janë ka perëndim. Perëndim kjo nuk është problem. Problem nuk është fare. Ne kemi perëndim edhe me shamia që punojnë policën në Londër. Rastisht në Londër e shef në uniforme dhe me shamin. Në institucione tjera kudo. Sipas gjitha gjasave unë mendoj se këto kongresmene është me shamie, me fjalët e Somalisë. Sipas gjitha gjasave këto akoma e kanë mendsinë e komunizmit dhe ndoshta edhe thithin mjete nga agjenturat komuniste, pra të cilët akoma duan të ringjallen në botë, dhe unë mendoj se këto asgjë tjetër nuk i kisha quajtur jashtë derivate të kaluarës, po bota nuk vlerëson, siç thotë edhe pejgamberi alayhis salam, Allahu nuk ju shef juve të jashtëmen tuaj, po në të brendshmen tuaj, dhe bota nuk i vlerëson njerëzit si vishën, po bota i vlerëson njerëzit sa janë të përgatitur, sa janë të edukuar dhe të profesionalizuar. Fare në perëndim nuk është pengesë kjo. Ma kujtove një rast të një miku tim, i cili ka shku me punu në një vend perëndimor.
Edhe kemi tregu se këtu në Perëndim vlerësohet aftësia që e ke, jo diploma që i ke. Si ti mos me pas 20 diploma, nëse nuk e dim punën, ata shko punën e parë, punësimi i parë thot në Perëndim, edhe shko ataj shefi, e më tha, a shej atë kutijën atje, thot, po e shko mere, bjere këtu, e mora e pruna këtë atë kutijën, e tha mirë, je i planon punë. Do i kemi tregu se ata të vlerësojnë nga aftësitë praktike që i ke, konkrete, se ato nuk kanë qef shumë t'ju filozofash, sikur që ne u bonëm populli me ma shumë analista në dunja. Për çdo send kemi të drejtë të flasim, madje edhe tek popullata është përhap kjo. E shohim dikush ka filluar ndonjë shtëpi, vinë arkitektët, ti ka thënë, jo, këtë ekipo gabim, bone këto e vjen qetri, ja ndryshon planin. Do të thonë se me të ata që e potencuat ju, se në Perëndim e kanë kuptu se ajo shka duhet me u vlerësu, nuk janë letrat, por personaliteti i cili ose është i aftësuar për një punë ose nuk është i aftësuar për një punë. E si që thatë edhe ju vetë, nëse një vajzë apo një grua e ka shamie në kokë, kjo nuk e bën atë me handicap, që të mos me i kry punët. Madje edhe, ndoshta edhe vetë të dini, në Perëndim, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka qenë një lëvizje shumë e gjëre grave, të cilët kanë qenë të ngacmuara në punë nga meshkujt për shkaku i dallimit në gjini, që ato mos themi diçka tjetër. Dërsa po të ishin ato me mbulese, po të ishin, domethënë, ma modeste në atë paraqitjen e tyre, sigurisht nuk do kishin ndodhur këto gjëra dhe nuk kishin pas guximin. Një prej urtësive që Allahu e tregon për hijabin është, kjo është më e mirë që ata të njihen dhe nuk do të ngacmohen. Dëgjoj një histori kur përse përket punës së mbuleses, kur kërkohet ka disa qarqe në kohën e Ahmet Zogut në Shqipëri të hiqet mbulesë. Dhe ka vlerësuar Ahmet Zogu se do ta ketë kollaj vetëm nëse arrin ta binte Hafiz Ali Korçët. Një dietar i madh, një patriot i madh, një njeri i cili gjithë jetën ja ka kushtuar Shqipërisë, vatanit dhe dinit. Dhe i çon selam. Përndryshe Hafiz Ali Korçë në Korçë, të vi, po kishte një kohë kështu e ftoftë që siç thash. Ka dimri, edhe Korça din ka borë, është si pjesa e Tetovës, kësaj pjesës ka ndaj kushte në çare. Shumë çashtë bukur, shumë edhe i tregon se filan ditë do të vi ta pi një kafe. Po Hafiz Ali Korça nuk le vetëm me kafe mbretin. Egostis mirë, pret mirë. Ashtu është natyra e muslimanit. Ne kemi për obligim pa dallim. Nuk rasisht pse Allah e veçoi Ibrahimin a.s. dhe nabije neve në historinë Ibrahimit a.s. nuk flet për profecinë e tij, po flet për bujarinë e tij, se asnjëherë nuk ka hangër ushqim pa një misafir, pa e marrë rrugë. Jo atë e njeh, atë që se njeh. Se kollaj është japëm dajës, gjallit halës, t'japësh një ushqim, një vakt, t'japësh dikuj tjetër, kjo është e bujarie madha. Andaj edhe Allahu tha, Khalilullah, i dashur i Zotit, e veçoj. Dhe del Hafiz Ali Korça në qytet dhe për cilë shef cila kafja pak më e mirë, më e përshtatshme, se vjen mbreti i Shqipërisë. Dhe vendosën, edhe hynë brenda, ato kejt e kanë njoft, e pret mirë në kam, pronari i kafes, i thot qive, thot nesër, thot do të vje Ahmet Zogu. Kemi zjedh kafen tante, na presësh mirë, kismet, po do të bësh çfarë do të bësh, do bish di kafe, unë vetëm Ahmet Zogu do të jemi, tjerë do të jenë jashtë, kemi një muhabet. Dhe njënën kafe do të bish të shpalume, edhe tjetërën mbulume me. Se dia keni pa ato në Turqi, kur shkon ato të bin me atë kapakun atë. Edhe thot, ku ta gjesh të dimën o problem, nuk ka miza. Thot, ku ta gjesh një mizë, atë mizë thot do ta vendosh te kafja që do të jetë paka, e shplume që është. Edhe vjen Ahmet Zogu, hinë brenda kafe, pasi kanë hëngër drejt dikundi, edhe shashdon t'ja përcjellje, shqetësimet që i ka, që ta bindje, që të vendosje t'jape një fetfa, që
nanat, gratë, motra shqiptare ta hekan mbulesën. Dhe i bie kafe. Dhe i bie kafe dhe i pronari i kafes. Edhe avisa likorça e hapan me njerë dhe me njerë e pinë. Mreti sa e merë, kur e shem mizën ati, thot e kuptova mesazhin. Se në një e cila është e mbulume, nuk ka shans të hije miza. Andaj, mbulesa në islam është preventiv dhe umburoj, nuk unë ngarkes për gjinin femrore. Unë dhe se ato se cila femër e kupton. Vje koha kur se cila ta kuptoj se vërtet ajo në shërbimin e saj, edhe atë e kalon Allahu në vetdijen e femrës që ajo ta kuptoj. Edhe pse ka fars që ajo të mbulohet, po përsëri e kalon, ne kemi farse dhe të falen, apo ja që Allah nuk kemi bindë që të falemi dhe të agjërojmë, kur do të na vje, do të dhe vetdia jonë, me vetdijen krijohet edhe përgjegjësia dhe lindin edhe detyrimet, dhe me një herë pastaj njeriu kyçet para bëhet aktiv, do thotë se në perëndim unë mendoj se ato nëse nuk e konsiderojnë si veshje fetare, ato nuk merren me këtë, ato merren me anën tjetër, atë medaljen tjetër, anën tjetër të medaljes se i duhet ajo në punë dhe ajo e merr atë dhe fare pra nuk është pengesë. Nuk është pengesë në universitetet e Evropës të punojnë, bëhet buje e madhe atje në Kosovë, pse një arsimtare ka vu shamin, ose një nxënës sepse shkon me shami në kokë. Kur haron ai se te shtëpia e vet, nëse ka gjyshen gjallë, ajo akoma e mban shamin në kokë, se është e traditë e grave tona që fundi. Po vjen keq se fakti që edhe tek Maqedonët shamia mbi kokë ka qenë edhe simbole e kulturës e tyre. Kur ishte biseda për a do t'ju lejohet grave muslimane të fotografohen me shami për dokumentet e identifikimit, edhe një profesor Nikola Popovski, po, kujtohet ai njohësi drejtësisë. Shumë njohësi mirë i drejtësisë kushtetuese edhe tha unë thot personalisht nga jeta ime personale nuk ka mundësi me paramendu nënën time pa shami mbi kokën e saj. Edhe pse ka qenë Maqedonës. Edhe pse ka qenë Maqedonës. Do thonë, edhe kjo është edhe sipas rregullave, sipas kodit kishtar që është, gratë që hyjnë pa shamin në kisha, llogariten sikur ti kenë ruajtur kokat e tyre. Do thonë, sikur me hit tullase. Një kohë gjatë unë kom jetuar në Dubrovnik. Dubrovnik i llogaritet ndoshta qytet me më shumë kisha në botë. Besoni. S'kishte hap që e bëjshim që nuk kishte kisha. Dhe tregonte baba kur kanë shku në fillet e para në atë kohë, kur akoma nuk ka qenë indikimi i kësaj që quhet armiqësimi i shkencës me fen. Kjo është ka qenë një dukuri në nivel global, nuk është vetëm këto tena, edhe ta krejt gratë atje ishin me shamia në kokë. Shkaku se feja, pjesë e kulturës fetare të krishtere të grave, të femrave në Dubrovnik, ka qenë që ato bile o llogarit, kuror e gruas ka qenë shamia në ato vende. Po nëse shikojmë fotografit apo pikturat e mbretreshave më herët, këtë kanë qenë bile në disa raste kur kanë qenë rasti i ka vdek buri apo ka ndruar jetë, janë vesh këtë në ngjyra të zeza dhe kanë mbuluar fytyrën e tyre, domethënë komplet sikur që i ngjan ndoshta nikabi që është të musliman, ashtu kanë qenë të veshura mbretreshat. Te Franz Ferdinandi kur i ndodha atentati në varimin e tij, del gruaja e tij kështu komplet e mbuluar.